Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë, ditë më të mira do të vinë për Shqipërinë. Dhe këtë them me një lloj ironie për shkak se ne shqiptarët besuam shumë se do të vinin ditë më të mira, por them edhe të shprehjen tjetër që koha do e vërtetojë dhe do të tregojë më së miri ato siç ka thënë përkthyesi Klodian Briçi, i cili ka marrë një lloj iniciative tjetër prej shqiptari për të dhënë një lloj informacioni që nuk para shpërndahet nëpër mediat e tjera dhe unë gjej rastin ta falenderoj për disa të herë që vjen shprehet në kanalin Pisk për ato të vërteta të hidhura që sot shumë e vështirë ti dëgjosh dhe nuk duam ti pranojmë deri diku se të vërtetën e kanë thënë edhe burra më të mençur prej vitesh, edhe në kohët e lashta që nuk duam ta pranojmë të vërtetën, por e vërteta është e vërtetë dhe pasi kanë kaluar shumë vite, kanë zënë vend dhe kanë thënë, e ka thënë ai që Eleni Ketsejbe aty që e konsideronin, siç na konsiderojnë edhe ne dy. Klodian, të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën dhe që gjen hapësirë nga koha jote për të shkëmbyer disa ide, mendime mbas atyre se çka po ndodhi në botë dhe në Shqipëri. Të përshëndes edhe unë, të falenderoj jashtëzakonisht për ftesën, sepse kjo ftesë përmban mundësinë e shkëlqyer që të paktën të vëmë në dijeni publikun se çfarë përgatuhet në Rrogos për këtë popull të vuajtur, të mos kuvenduar, të stërmunduar, të sfilitur. Do ta nis një herë me atë ngjarjen e bujshme që më ka bërë shumë përshtypje, të thonë ju e bujshme në Shqipëri se s'ka asnjë lloj lajmi tjetër për vetëm se protesta, dhe protesta që s'po nxjerr asgjë. Prej 2 muajsh nuk po shohim asgjë, le të themi diçka që edhe pse po trumpetohen atje ke protesta, po thonë që kemi këtë fitore, kemi këtë, por tek shqiptarët nuk shohim që të ketë një lloj fitorie. A i shen ndryshe ti Klodian këtë pjesë? Po unë kam thënë këtë punë edhe disa herë më përpara në intervistat që kam dhënë që unë e shoh ndryshe. Kjo protestë nuk është protestë e nisur nga populli. Aty ka njerëz të gënjur, kuptohet? Ka njerëz të gënjur, të mashtruar, po problemi është këtu që atë protestë po e bëjnë vetë politikanët. Pse? Sepse u duhej kjo protestë atyre. Të paktën unë shpreh mendimin tim. Ti tu kokën tënde pastaj. Patjetër. Çdo njeri unë shpreh këtë mendim, si e shikoj unë të paktën. Shikoj, ne duhet dim njëri historikun e protestave në Shqipëri. Ky është një popull që nuk ka protestuar kur dhe kur i është vënë Samari dhe Shqelmi në fyt. Ne pam vendosjen e regjimit më të ashpër diktatorial në Europë që ishte ai regjim që shqiptarët e përjetuan nga 1945 deri në vitin 1990. Edhe ato të ashtu quajtura protesta ishin protesta që i bën vetë këta sigurimi i shtetit në bashkëpunim me agjentët e CIA-s, që kishin një bashkëpunim mjerëzakonisht të ngushtë. Dhe në kryet atyre protestave dihet që ishin agjentë të sigurimit të shtetit, hafije, njerëz të vënë nga ai pushtet, sepse paria e Tiranës i kishte bërë mirë llogarit që do ta ruante pushtetin ekonomik, politik, shoqëror, kulturor. Kështu që e vazhdojnë prap ata e kanë prap përsëri pushtetin, në mos ata që kanë vdekur, fëmijët e tyre, këto po merren vesh tani, sepse si ka mundësi që në krye të këtyre protestave na dolën komunistë me damk. Po nuk mund të bësh. Edhe sot i sheh po të njëjtët komunistë që janë agjentë të sigurimit të shtetit, në mos edhe agjentë të tjerë. Për çfarë lidhjeve? Ta mendojmë se kur populli i thjesht edhe masa nuk arrin ta bëjë të lloj zbërtimi të këtyre lidhjeve që do thoni. A sheti një lloj rezultati për shembull që ti kënaqemi kësaj proteste? Nuk fal çfarë rezultati ti kënaqemi. Ti e di që për 2 muaj këtu kanë kaluar të gjitha projektet për shpronësimin e shqiptarëve, shpopullimin e shqiptarëve. U duhej kjo protestë politikanëve, sepse e bën vetë. Po, e bën vetë. Që mos merret vesh gjithë projektet që këta kanë kaluar për 2 muaj. Ti e di që toka bujqësore është shitur në Shqipëri. Ti e di që shqiptarët nuk janë më pronar të apartamenteve, të banesave të tyre. Ti e di që marrëveshja e fshet për Zvërnecin, për shitjen jo vetëm të gjithë Bregdetit, por edhe të gjithë Shqipërisë ka kaluar në mënyrë të fshehtë në parlament dhe që këta nuk e tregojnë. Ku ishte opozita kur kaloi projekt ligji për shitjen e tokave bujqësore? Ku ishte? Do të ngritë zërin. Edhe të ditë nuk ishin as protestuesit para parlamentit. Dhe unë kam kalova, unë e di kush e nxit ato protestë. Gjithnjë sipas pipamësime. Kush e kuptimi tim? Ç'si ka unë kam thënë, politika vet.
Domethënë këta kanë njerëz, ka shumë grupime aty që qëndrojnë mbrapa asaj proteste. Protesta nuk e drejtojnë ata që i lejojnë të flasin, protestën e drejtojnë të tjerët për qëllime që i din mirë ata shefat e tyre që i kanë vënë aty. Ndërkohë që kishte protest, ndërkohë që ka protest, kanë kaluar projekte për shpronësimin dhe përshitjen e të gjithë Shqipërisë. Ka kaluar dhe ndërkohë që kishte protest, janë dhënë 19.000, 20.000, 30.000 hektar të këtyre paketës së maleve. Çfarë është kjo paketa e maleve? Kushdo njeri që e di mirë se kush e ka qeverisur Shqipërinë, kush po e qeveris, e di mirë se çfarë është kjo paketë. Kjo është një paketë që është një derë përsëri e mbyllur për shqiptarët. Një shtëpi ka disa çezme që furnizohet me ujë. Ju mbyll edhe kjo tjetra, çezma tjetër me qëllim që edhe ata pak barin që janë, edhe ata të mos shkojnë më të kullotin baktit atje. Pse? Sepse do ta zënë investitorët strategjik. Kjo është një paketë e vllahvrasisë. E gjakmarrje, pse? Sepse mjafton që një njeri vetëm të paraqisë ashtu quajtura dokumente dhe merr gjithë sipërfaqen që i takon për gjithë fisin. Po ndërkohë që ajo do t'u jepë gjithë ajo sipërfaqe duhet t'i jepë gjithë fisit, i takon vetëm një njeriu, po, për frym. Kurse tani e kanë vetëm një person. Mund ta marrë dhe një njeri. Mund ta marrë dhe një njeri. Pra kjo është paketë për që ta ketë më kollaj për ta manipuluar, për ta blerë dhe shpopullimin dhe ndezjen e gjakrave keq në Shqipëri. A e shet këtë që mund të shkojnë në gjakmarrje ose ajo që kemi thënë për një lloj lufte civile që synojnë këto? Çdo gjë pritet, po çdo gjë pritet nga këta politikanë. Nga kjo klasë politike. Këta vodhën, me ja të marrim një shembull, me firmat piramidale. E vodhën mirë, i vodhën mirë shqiptarët në vitin 1996 edhe 97 dhe pastaj pëlqitën luftën civile me qëllim që populli sa u ngrit populli, menjëherë u shpërtheu lufta civile. Shpëtuan veten, shpëtuan pasuritë që kishin vjedhur të shqiptarëve, shpëtuan fëmijët e tyre dhe vazhduan të qetë investimet kolosale që këta kanë bërë në gjithë Shqipërinë. Edhe paratë që janë çuar në offshore, në banka të tjera dhe bankat që ata krijuan mbasi 1997 edhe mbasi 1997. Kështu që unë nuk kam ndonjë shpresë për këtë protestë. Bile kjo protestë, siç thot një profesor kinez, ka këtë që me që protestat thaj nuk do të ndalen, domethënë do të intensifikohen, do të shpeshtohen, madje mund edhe të egërsohen, atëherë shërbimi i fshehtë Izrael për këtë protestë aktuale, për këtë protestën e tanishme, shërbimi i fshehtë nuk e tërësim përgjithësi për protestat. Jo, kjo protesta tani. Edhe mund të egërsohen, ka thënë? Po, ç'a do ndodh? Shërbimi i fshehtë izraelit do të krijojë luftë në rajon dhe janë 3 shtete: Serbia, Greqia dhe Maqedonia e Veriut, të cilat do ta destabilizojnë Shqipërinë me qëllim që të pastrojnë gjithë Shqipërinë nga shqiptarët. Pra do ketë luftë shumë shpejt. Pra janë të qëllimshme. Luftë shumë shpejt nga këto 3 shtete. Kështu ka thënë ai. Pra këto do të unë po përcjell atë lajm. Greqia, Maqedonia dhe Serbia të destabilizojnë Shqipërinë. Edhe është plani që deri në vitin 2030-2035 do pastrohet Shqipëria nga shqiptarët. Politika jonë është e ka këtë lloj informacioni dhe është dakord për këtë gjë. Po ka këtë dhe informacione të tjera. Dhe është dakord. Ose themi nuk reagon. Po çfarë reagoj? Po të destabilizohet të vendi, po. Më fal, kjo klasë politike ka menduar për shqiptarët? Ka 36 vjet, jetoj më keq se në komunizëm. Po ti hapej barku, po ti digjej zemra kaq shumë për shqiptarët, nuk do t'i katandiste shqiptarët kështu. Janë në dieni. Politika është në dieni. Po, ata që janë protestat që i shohim sot prej 65. Një pjesë e madhe atyre janë të mashtruar, nuk dinë gjë se çfarë bëhet në atë protestë. Pjesa tjetër kryesore. Kupola, drejtimi e di. E di këtë gjë? E di. Po tregojnë. Shkojnë në luftë. Po mund shkojnë dhe në luftë dhe nuk tregojnë. E din ata? E din, nuk duan. Janë bërë planet. Ju është kursyer jeta, ju është dhënë zotimi, premtimi që do jetonin në Shqipëri mbase, do gëzoni ato para, edhe do gëzoni fëmijët tuaj, pasuritë tuaj, pjesa më e madhe do t'i zhdukin këta shqiptarët. E tha ai Troç, nuk thjesht po përcjell këtë si lajm. Kushdo mund të futet në TikTok. Edhe ta shikoj që ai ka thonë, nëse nuk ndalin këto protesta, shumë shpejt shërbimi i fshehtë izraelit do të krijojë luftë për ta pastruar këtë zonë. Ti po thua ne si shqiptarë të thjeshtë, do që e duam më shumë këtë vend. Do që jemi në punën tonë, hesapin tonë.
është më shumë në favorin tonë po të ndali protesta se sa të vazhdojnë? Nuk e di. Jo. Po kjo nuk është protestë. Shiko, kjo nuk është protestë, për këtë protestë po flasim. Kjo nuk është protestë e mirëfillt. Më mirë është të ndali se sa të vazhdojnë. Jo, nuk po them këtë. Që ka thënë profesori Kinesi. Ai ka thënë këtë që protestat e shteti izraelit ka paguar familjen Rostov. Edhe Rothschildët. Është hedhur para e madhe. Janë hedhur mbi 6 miliardë euro. Jam i bindur dhe më shumë se 6 miliardë euro. Ato para nuk kthehen mbrapsht. Ata thonë kanë dhënë parat, duan mallin tashti. Malli s'po u jepet. Si ta marrin mallin? Me luftë, ka thënë ai. Për mallin për tokën shqiptare. Toka shqiptare. E diti që sipas disa fjalëve që qarkullojnë që po përgatiten të përzën të paktën 700 milion, them dhe 1 milion shqiptarë të tjerë shumë shpejt. Kjo ka për ndodhur shumë shpejt. Shumë shkurtër. Shumë shpejt. Shumë shpejt edhe për një kohë shumë shkurtër. Shumë shkurtër. Nuk duan më shqiptar. Këta njerëz duhet kuptojnë kë kanë votuar për këta 36 vjet. Po ja pra e kanë kuptuar dhe prandaj kanë dalë protestë. Kush? Populli e kupton? Ata që kanë dalë protestë. Ato të thonë, Rama. Ata që kanë dalë në protestë, arrin ta drejtojnë dot atë protestë. Mos janë që koka drejtuesa e asaj proteste. Kush e drejton atë protestë? Ka mbi 350 ustallar të 1 miliarderi atje që drejtojnë, edhe që nuk të lënë të dalësh nga shinat. Edhe që po e bëjnë qëllimisht, me qëllim që të mos merren vesh të gjitha projektet që këta i kanë miratuar, kjo klasë politike i ka miratuar për 2 muaj. Pse, ujku mjegull do, thot populli. Kanë miratuar projekte të është shitur gjithë Shqipëria. Si ta kuptojmë këtë që kupton ti domun? Këtë pjesën që janë 350 të shërbimeve sekrete që po e drejtojnë te protestë. Jo të janë ca njerëz të 1 miliarderi të madh. Të 1 miliarderi. Si po i kontrollojnë këto çunat shqiptarë që janë atje, që shprehin që janë patriot, janë adhetar, më inflamuarin kombëtar atje, thonë që duhet vinë sa më shumë të tjerë, ne kemi bërë këtë goditje Ramës, Rama burg, Berisha burg, gjithë ato siç ka. Dhe janë burg edhe. Janë burg. Sa rrihet direkt ajo? Si është arritur? Ndërkohë që këta protestonin, jo, më thuaj si e lexon, si e shef, atë që nuk e shohin. Po çdo njeri që ka sot internet merr informacion. Nuk është më si përpara. Që po ishte shumë i kufizuar informacioni dhe kujt të donin u jepnin, por shumë pak rrithë, sidoqoftë informacioni rrjedh. Kushdo merr të dhëna, merr informacion. Unë Shan Fall Gjorës jam marrë kur me spiritizëm në jetën time dhe urrejsi si sport. Po se dua, se bie ndesh dhe me Biblën. Plus që këto informacione kush të doj merr, ka TikTok, Instagram, Facebook, ka edhe tjera që mund të merren vesh këto gjëra. Këto merren vesh. Nuk është se unë i shpik nga mendja këto. Thjesht unë po shoh këtë që Shqipëria është shitur edhe një mendje e madhe, edhe ai, që këta i quajnë konspiracionist, po nese. Ai ka thënë këtë, ajo marrëveshje e fshet, Zvërneci, Mishporo, Sazani, ore gjithë Shqipëria ka kaluar në fshetësi. Është miratuar ka se ka rrjedh informacioni. Ishte kjo proteste mirëfillt, nguleshin aty njerëzit. Edhe kur ngulet populli, edhe merr pjesë gjithë populli, politikanët nuk gjejnë vrim ku të futen. Ku të futen. Do përdorin vetëm ato tunele që ka Shqipëria, si janë ndërtuar ca tunele këtu. Kanë filluar që në kohën e Qazimulletit, vazhduan pastaj me epokën sovjetike, me epokën kineze, janë ndërtuar ca tunele shumë interesante. Aty shkojnë pastaj këta. Atje ikin, po të doj populli. Po, është një protest që s'po arrin gjë. Është një protest që këtyre u intereson, sepse këta, ndërkohë që populli proteston, këta po kalojnë projektet të gjitha, po është shitur Shqipëria. Më vjen keq. Këtë rezultat ka protesta. Sepse ujku mjegull do. Po i shërben më shumë ujku si sa ne deleve. Po, ujku të çanë mjegull. Edhe këta po na çajnë. Pra, ne nuk kemi as popullin, as drejtuesit politik domethënë. Shiko, unë isha kalova. Isha kur u miratua ajo, kaloi projekt ligji për shitjen e tokave bujqësore. Kishte shumë pak njerëz. Shumë pak njerëz kishte. Pse kishte ca vezë, u shkëmbyen ca vezë me policinë, filloi policia hiku i zmbrapsi. Te ishte proteste vërtet ajo.
Nuk guxon dot policia as ushtria ti dal popullit se ngrihet një popull i tërë në këmbë. Pse nuk ngrihet i populli i tërë me këtë lloj gjendje ku ndodhet Shqipëria, Klodian? Se di, ne jemi një popull i tillë që kemi probleme të mëdha që ne nuk besojmë dhe kur na tregohet e vërteta. Ja ne po e shikojmë, Shqipëria është shpopulluar. Tash ti shumë konspiracionist, që unë i quaj njerëz të së vërtetës, ata kanë folur që është një plan i mirë fillt, i mirë organizuar, që ti përzon shqiptarët nga Shqipëria. Kjo ka nisur që në vitin 1990 me ambasadat, pasandaj në 91 me eksodin e shqiptarëve dhe ka vazhduar kjo hemorragji, kjo gjakrrjedhje e shqiptarëve. Është përforcuar vitet e fundit, jashtëzakonisht shumë vitet e fundit. Për njerëzit i shikojnë, ne nuk jemi më si përpara. S'ka kaq shumë njerëz, konsumi i ushqimeve edhe i artikujve të tjerë, qoftë ushqimor, qoftë edhe artikujve të tjerë, ka rënë frikshëm. Kuptohet, duket, dallohet qartë. Domethënë që është një plan i mirë organizuar për t'i përzënë shqiptarët në Shqipëria. Do të vinë 1.2 milion e 200.000 indian, sepse India është kombi që eksporton më shumë mërgjimtar të punës, do vinë nga Indonezia 100.000 edhe bashkë nga Vietnami, nga Filipinet gjithashtu. Është bërë plane. Se po e shohim, çdo ditë më shumë po Duke shohim. Dallohet qartë. Njerëz të këtyre vendeve Dallohet që qartë. në Shqipëri dhe duke punuar, duke jetuar në të Ku janë shqiptarët? Pse s'punojnë shqiptarët? Edhe sot po shoh diçka, një lloj realiteti shumë tjetër, Klodian, që po dëgjoj akoma më shumë shqiptarë që thonë duam të ikim nga Po, Shqipëria. siç ta thash, po ta përsëris. Po vjen keq që kjo gjë ka ndodhur fiks pas protestës. Pse? Si e shpjegon këtë pjesë? Po sepse po shikojnë që edhe ajo e vetmja shpresë që ishte protesta, që njerëzit të mashtruar besuan se ishte e vetmja shpresë. Po e shikojnë që ajo protestë nuk po jep gjë. Dhe nuk ka për të thënë gjë, madje ka të ngjarë të çojnë në diçka tjetër, në luftë shumë shpejt nga Mossadi, shërbimi i fshetit izraelit për ta shfarosur gjithë Shqipërinë. Sepse siç thoshte profesori kinez, parat janë dhënë, tani ata kërkojnë mallin. Tani do kthehemi prapë tek protesta, po doja që të shkoja që pak për atë situatën që po ndodh në Spanjë, se edhe aty po kthehet një lloj lufte. Si po është edhe rasti në Spanjë, atje ku u dyndën mira marokienë atje, dhe ato vizet që kemi parë për plasjet me policinë, për plasjet me qytetarët, me gur, me Shiko, ne mos të shpresojmë ta marrim civilizimi që kemi parë në Spanjë, dhe shohim direkt të mos shpresojmë sa orëve të ndodhë diçka tjetër komplet. të mos shpresojmë ta marrim të vërtetën tek këto mediat e kontrolluara nga sionizmi, sepse ata nuk duan që ne ta marrim vesh të vërtetën. Jo më kot në një libër, Pleqësia e Sionit, thoshte këtë, që ne do t'u japim njerëzve ato lajme që duam ne, jo ato që duan ata, ne do t'i mashtrojmë ata, do t'i vëmë në gjumë dhe nuk do t'tregojmë shkakun e vërtet përse ndodhin gjërat. Lim pyetja pse ndodhi kjo në Spanjë. Po Spanja ka një historik shumë interesant se i ka përzënë dikur hebrejt. Më duket në shekullin e 18, 19, edhe i ka përzënë, u lidh dega e kishës katolike spanjolle, u lidh me qendrën, pra me Vatikanin, me qendrën e kishës katolike, edhe u dhënë dërmën atyre, dhe shumë erdhën pastaj. Edhe këtu në Shqipëri kanë ardhur. Madje shumë familje I kanë pritur, I kanë bajtur. Po, shumë familje të nderuara në Po si Shqipëri. ka mundësi po ja kthejnë shqiptarëve në këtë formë ata, ndërkohë që shqiptarët I kanë Se ata bajtur. kanë interesa. Nuk Ata shohin ato po nuk shohin ata, nuk dinë ata ç'është. mirësjelljen e Ata kanë vrarë njëri tjetrin. Ata dhe luftën e dytë botërore organizuan vetëm nga që hebrejt nuk po u përgjigjeshin thirrjeve të këtyre bankierëve të fuqishëm sionistë që shkonin dhe të popullonin Palestinën, sepse hebrejt ishin rregulluar në Europë. Nuk donin ata mënyra më e mirë pastaj për t'i larguar hebrejt nga Europa, sepse kishin një qëllim shumë të madh se krijuan shtetin e Izraelit. Ai shteti i Izraelit ka qenë një minierë vërtet ari për sionistët. Sepse janë dhënë triliona dollar nga Amerika, nga Gjermania, ata në pasurier zakonisht shumë, ata kishin projektuar bankierët sionist që të fuqizoheshin jashtëzakonisht shumë pas luftës së dytë botërore, përveç se fituan para pafund nga sepse lufta është një mundësi e artë për të pasuruar bankierët e fuqishëm, ata kishin projektuar që për ta shtënë nën kontroll të gjithë sistemin financiar botëror, ata kishin projektuar shtetin e Izraelit dhe gjithë ato para që ka dhënë Amerika dhe Gjermania, a Izraeli duhet ishte bërë superfuqi botërore, duhet e kishte kaluar dhe Amerikës. Po ne nuk shohim që Izraeli të jetë ndonjë fuqi
Kush e di se çfarë? Çfarë ka ndodhur? Plus ato para kanë shkuar tek Brëm bankierët e disa fuqishëm, duar. të cilët i kanë përdorur ato para për të gjithë luftrat që kanë ndodhur mbas vitit 1945, për të gjithë poshtërsitë dhe projektet për skllavrimin e kombeve, për skllavrimin e Si e njerëzve. kanë dalë këto kaq pak duar, Klodian, që të prej vitesh, shekujsh, t'ia dalin bandin kaq suksesshëm për të shkatruar botën dhe të marrë gjithë mirat e kësaj bote në duart e tyre. Këtë e shpjegon vetëm teologjia, Bibla. Unë nuk e di nëse kanë interes njerëzit ta dëgjojnë, Nëse na e thua, por shkurti mish se nuk ka shpjegim tjetër më të arsyeshëm, e më të logjikshëm, e më të qartë se sa e Bibla. Bibla tregon këtë që fuqitë padukshme, të cilat ai quan demon, kontrollojnë kombet. Kështu që të gjithë këta një grup i vogël, 1% a 2%, apo themi 5% e popullatës botërore nuk do të bënte dot asgjë nga planet o gurzeza, gjëmëmëdha, pa ndërhyrjen dhe pa mbështetjen e sundimtarëve të vërtet të botës, dhe që ka një botë frymore, këtë nuk ka dyshim se mjafton të futesh në YouTube, shikosh paranormal activity, aktivitete paranormale dhe aty ti do shikosh që ke qenie të cilat kontrollojnë, domethënë bëjnë gjëra që ne me fuqinë tonë nuk i bëjmë dot. Ata kontrollojnë botën. Megjithatë kjo është teologji. Kjo është teologji, unë e di që teologjia njerëzve nuk u pëlqen, por nuk ka shpjegim tjetër më të arsyeshëm, më të logjikshëm, më të qartë dhe më bindës se sa kjo. Prandaj ata sionistët kanë bërë gjithë këto gjëra sepse i kanë bërë në bashkëpunim me sundimtarët e vërtet të botës, të cilët janë entitete qenie frymore, shumë herë më të fuqishme se sa njerëzit, të cilat kontrollojnë mbar kombet. Duhet dim dhe këtë që tani këta kontrollojnë njerëzit, këta ka dhe 5 njerëz. Kontrollojnë gjithë. Apo këta njerëzit kontrollojnë ata? jo, qenet frymore kontrollojnë jo vetëm veglat e tyre, ato 5% a 1% sa mund të jenë, po kontrollojnë mbar kombet ata. Nuk e kanë problemat ati kontrollojnë. Po pse kanë zgjedhur këto 4, 5 ose 10 që janë të bankierët? Si bëhet ajo marrëveshje midis këtyre? Ato janë nëpërmjet ritualeve të fëlliqura satanike, komunikimit me qenjet frymore, që ky quhet spiritizëm dhe është i neveritshëm, sepse të vënë në lidhje me personat më të egër të cilët kontrollojnë njerëzimin dhe pastaj demonët dinë se si veprojnë, kanë organizatat e tyre, të cilat i kanë krijuar për mijëra vitesh. Jo, rrugën ja kanë hapur ato demonët. Po sigurisht, apo sigurisht. Ata kanë trokitur këto demonët. Si ndodh domethënë. Po në bashkëpunim të dyja palët. Kanë gjetur të dyja palët kanë gjetur njëra tjetrën. Urakulliste Nxerja gjeti kapakun. E ke parasysh. Din pyetja çfarë po ndodh në Spanjë, se në Spanjë. U shkëpunës, më pëlqen ato tema. Spanja, siç ta thash, ka pasur një histori të gjatë të kundërvënies së hebrejve. Plus pastaj që Spanjën atë që ndodhi ka lidhje me to muhabete që përdoren që përmendën tani po. Sigurisht. Kanë lidhje. Ka lidhje. Por Spanjën ata po e përdorin pak edhe si mish për top, sepse Spanja u doli kundër atyre. Po. U doli kundër, domthonë nuk ka dalë kundër me kohë Spanja atyre. Atëherë ata e bën dha urdhër shteti sionist, dha urdhër që menjëherë të kundërvijen Spanjës. Dhe ata që ishin aty, ata që dolën atje, ata maroken, nuk e di sa ishin 20-30.000 a 50.000, ata ishin të gjithë burgaxhint e Marokut. Dhe Mossad izraelit i dha urdhër personave të cilët i ka vënë vetë, domethënë i dha urdhër qeverisë, dora e Izraelit është. Dora e Mossadit. Mossad. Dora e Mossadit. Sepse Spanja është po e ndërshkon pra tani. Se nuk është vetë për qendrimet që kanë mbajtur gjithmonë kundër. Sepse ka dënuar Spanja është i vetmi shtet në Europë e cila ka dënuar genocidin e tmerrshëm që po ndodh në Gazë pranë Palestinë. Ata nuk e duan këtë gjë. Nuk e duan sepse u duket gjë e mirë ajo punë. Nuk duan mbështetës ata. Duan edhe që të që të paraqiten në arenën ndërkombëtare sikur kanë vepruar drejt. Pra nga fajtor duhet të kthehen pafajshëm ata. Hem falin, hem topuzlin. Dhije zjebosur bishtin për pjetë. Tjetra pastaj. Kishte edhe nuk do mund ta bënte dot Mossadi atë punë, po të mos ishte braktisur nga Amerika. Sepse ky kryeministri spanjoll kishte thënë troç, hapur fare Amerikës që mund t'i marrësh dhe bazat e tua nga Spanja edhe t'i largosh. Se më zhduket ai ka bërë marrëveshje të jashtëzakonshme me Kinën dhe Rusinë. Ky Sanchez. Po.
Me ç'duket ata e kanë premtuar investime të fuqishme ekonomike, një mbrojtje të jashtëzakonshme. Prandaj ky nuk është shqetësuar shumë. Prandaj nuk është shqetësuar shumë ai. Ka ato qendrimet e veta, por nuk është që e ka bërë aq alarmante siç duhet Edhe nuk e ka kundërshtuar Amerikën vetëm një herë, ka kundërshtuar edhe disa herë tjera, sepse i ka thënë një herë Trumpit, na tha që në Irak kishte armë të shkatrimit në masë, nuk i kishte. Na tha që të ulemi, të ngrihemi, të shkojmë pas jushë me qëllim që të vrasim njerëz atje nga Irani, po u vran 800.000 irakian janë vrarë. Pra do marrin pjesë, domethënë ai nuk do t'i lërë vendit vet damkën, njollën e turpit si vrasës. E ke parasysh. Kështu që ata ustallar që drejtojnë botën pastaj duan të vënë patjetër se po u dole nga rreshti atyre, ata ta zgjesojnë në mënyra të ndryshme. E fillojnë nga pak, t'japin ca mësime të bukura kështu. Shiko se fillimisht ne të sjellim këta, ishin gjithë burgaxhinj ata, të liruar nga burgjet, dhe i çoi vetë shteti maroken. I çoi me makina policie dhe me makina ushtrie atje. Shiko se ne ta përmbytim të Spanjën. Urri urt, bëj atë që të thonë, mos e zgjat shumë. Ky s'ka pranuar deri tani. Nuk ka pranuar. Me duket, siç thash, ka marrëveshje me Kinën, sidomos me Kinën, që si duhet Kina i ka ofruar mbrojtje. A e shet ti, Klodian, që po të shkojnë në mënyrë më të mirë protesta, ne mund të rrezikojmë si lloj kundërpërgjigje ndaj. Shiko, do duket sikur unë po çoj ujë në mullirin e, mua nuk jam marrë me politikën time. Por ai profesori kinez ka thënë këtë, që parat janë dhënë, malli s'po merret. Tani ata nuk pranojnë që tua kthesh parat, se ai që të fut në valle nuk lejon që dalësh ti nga vallja sa duash, e kur të duash. Edhe tani mënyra më e mirë tha ai që të merret Shqipëria është që Mosadi, Izraeli, të krijojë luftë edhe të pastroj zonën, thaj, pra të pastroj, të shfaros gjithë shqiptarët. Po unë e kisha, do të kalojmë tek ajo. Po këto nuk e di unë mendoj këtë, që kjo protestë nuk po i arrin qëllimet për të cilat është ky zotria shende kryeministër, gdhiu e ngrysur kryeministër maroken, si do i kisha me këtë presion që po bën protesta, mos ta sjellin maroken edhe ne si kundërpërgjigje, siç ka bërë Sanchezi ndaj atyre, Izraelit dhe Amerikës, që i ka dalë kundër. Edhe ne që po dalin kundër me protestën, këta i kanë marrë të gjithë masat. Këta është e pamundur për mendimin tim, për aq kohë sa ky popull nuk ka kundërshtuar fuqishëm, se nuk janë kundërshtime të fuqishme këto. Po të jetë kundërshtimi i fuqishëm, e shikon mirë ti se ç'ndodh këtu. Nuk gjen vrim ku të futet kjo klasë politike. Nuk gjen vrim ku të futet. Shkojnë nëpërmjet atyre tuneleve të Qazim Ulletit, të Enver Hoxhës, se janë bërë ca tunele atëherë, janë mbathin atje. E një tunel shkon mbrapa malit Dajtit, një tunel të nxjerr në aeroportin e Rinasit, një tunel tjetër të nxjerr në Durrës, ka edhe ca tunele të tjera që nxjerrin atje nga liçeni i Ohrit, edhe në Tropoj, në Kukës. Po, janë gjithë tunelet, gjithë Shqipëria është. Do të thonë Shqipëria që ka më e madhe në tokë se sa mbi tokë. Janë shumë të thella gjërat. E ke parasysh. Kështu që unë mendoj këtë. Ata pas kanë bërë planin shumë vite më herët për Shqipërinë. Po punon masoneria. I kanë marrë ata gjitha masë. Klodian, ma bën dot të diferencën midis masonerisë dhe Illuminatit? Shiko, ka shumë organizata që përdoren për të nështruar dhe skllavëruar kombet. Ca thon Kabala, ca thon Illuminati. Masoneria ndahet në disa gradë, 33 gradë. Por puna është këtu që këta masonët e gradës parë, 2, 3 nuk dinë gjë. Ke parasysh. Ose po vajte. Janë si populli që shkojnë besojnë ke protestë. Po vajte pastaj më thellë ata tregojnë qartë se ka dhurojnë, për kë punojnë, për interesat kujt punojnë. I ke parasysh. Këta janë të ndarë në grupe, në grupime, por të gjithë i kanë një ideal përbashkët, një qëllim përbashkët, në shtrimin e kombeve, shfrytëzimin barbar të njerëzve. Dhe duan t'i bëjnë si vetja. Të dyja, ja? Të dyja. Të gjitha, Illuminati, Kabala, sa thon komiteti 300-ve, për mua pak rëndësi ka, janë 300, janë 600, janë të gjithë këta sundojnë botën. Kur populli s'kan dashur luftë, i kanë bindur për të bërë luftë. Din ata si e manipulojnë njerëzimin. Unë nuk jam kundur, unë e dua lirin, nuk dua të hiki jashtë. Ose në fund nëse shparthena lufta që Mosadi ka ndërmend, unë nuk kam dëshirë të vdes.
sepse s'ka ardhur radha për të vdekur, por gjërat janë kështu. Unë e shoh kështu. Çfarë do bëjmë? Ku të mbytemi? Shumë shpejt. A e mendon ikjen edhe në këtë ditë, në këtë fazë? Sigurisht. E mendon ikjen ti kesh në Shqipëri? Sigurisht. E kam menduar madje prej kohësh, por çfarë të bëjmë? Tani e mendon akoma më... Kemi një klasë politike që për 36 vjet e ka shkatëruar Shqipërinë. Kemi një klasë politike që në vend që atë ditë kur u miratua, u kalua projekt ligji për se na i thot të gjona, nuk e di. Jo, të thuash të vërtetën është e hidhur, po e vërteta është e vërtetë. Kështu janë gjërat. Jo, po e di pse po ta bëj këtë. Se flasim herë pas here miq, që jemi transparent, i themi gjërat edhe ato se çka nuk i themi kur jemi në rekord, kur bëjmë të bisedën. Po pse sesim të videot tona etj diskutojmë. Pse nuk shkon mesazhi, është më shumë qëllimi i kësaj gjës që po bëjmë ne. Se po ta shihnim që kjo gjë nuk na sjell gjë, do e kishim mbyll, po ideja është që të hedhim atë helmin tonë edhe ne, siç e them unë, helmin për mirë. Po, siç e tha Klodiani tani që të vërtetën njerëzit nuk e kanë më shumë qejf ta dëgjojnë. Njerëzit duan edhe për të zezën e tyre. U pëlqen më tepër mashtrimi. Si nga ana psikologjike kjo gjë? Si ndos? Sepse e vërteta kërkon ndershmëri, kërkon përgjegjësi, kërkon stërmundim për ta ndjekur të vërtetën, por shumica e njerëzve nuk duan t'i bëjnë këto gjëra dhe u mungojnë këto cilësi për të arritur ato qëllime madhështore. Thash, unë jam as një anës, por unë e shikoj kështu këtë lloj proteste. Kjo protestë nuk ka arritur gjë, madje nga po shikoja edhe në këto mediat shoqërore, në protestë kishte filluar tallavaj aty me këngë valle. Po ç'janë këtu? Por je ngritur për protestë për të hedhur këtë klasë politike që na e ka shkatruar jetën, apo je ngritur për të hedhur valla atje, për t'ia marrë këngës? Pse mora vesh? Një pikë tjetër që po më thua që po kalojnë shumë gjëra është edhe kjo për reformën territoriale. Si është si gjë? Është diçka pozitive për ne shqiptarët apo? Jo fare. Është a mund të na shpjegosh se çfarë të këqija? Po shikoj, kjo është një reformë për të mbështetur ata ustallarë që do vinë të jetojnë këtu shumë shpejt. Për shembull, janë lënë bashki të vogla që bëjnë 10.000 ose 15.000 njerëz, u është dhënë status i veçantë, se këto kanë dhe mbrojtje të veçantë pastaj nga qeveria. Dhe i është hequr statusi i veçantë Divjakës, bashkisë Divjakës. Si ka mundsi? Po pse çfarë dimë ne për Divjakën? Sepse atje do ndërtohet një leçton këta resorte, qytet me 50.000 banor. Kemi thënë dhe herë tjera. Dhe do vendosen 300.000 hebrejë këtu. Do vinë dhe sklevrit e tyre, 1.2 milion, 1.200.000 do vinë indian, pastaj do vinë 100.000 indonezian, do vinë edhe këta nga Filipinet po, do vinë nga shumë kombe. Gjërat janë kështu. Pra edhe reforma territoriale është në funksion e tyre për të ndihmuar ata. Domethënë, hiqja statusin e veçantë, mos ketë mbështetje nga shteti, po. Bëhet sa më të vështirë jeta. Sa më të vështirë jeta neve. E ka thënë Vaso Çubriloviçi, ky i ashtuquajtur, i veçuar akademik, se Serbisi ka dalë nami si vrastare, fuçi baruti në Ballkan edhe më gjërë. Atëherë mënyra më e mirë është kështu, nxjihuni jetën shqiptarëve. Vendosni një klasë politike të kontrolluar nga ne, e cila t'u vështirësoj jetën kaq shumë shqiptarëve, sa ta të largohen vetë. Tani po larguan ato troje duhen populluar, sjellim ne njerëzit tanë. Po pse kanë zgjedhur Shqipërinë? Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me klimë të mrekullueshme. Në Shqipëri ka minerale si ka diamante, ka litium, ka një 7 më duket 7 minerale të rralla që i gjen vetëm në Shqipëri, që industrisë së luftës edhe industrisë avionëve u duhet shumë. Shqipëria është një mrekulli e vërtet. Shqipëria një provincë e fuqishme e Europës, për ta mbyllur si mesazh që kishe edhe për ta lexuar që më lidhet si porosi pak më herët. Tani çfarë ka një shkrim i vitit 1534. Shqipëria një provincë e fuqishme e Europës. Tani
gjendja jonë si kemi qenë atë vit, sepse ne shpeshherë themi nuk na do Europa. Europa na ka vënë shirmin, po. Ne nuk kemi mbështetës për krahas në Europë. Europa nuk i ka qef shqiptar, nuk i do. Po pse ne atje kërkojmë syt e Europës nga Shqipëria, syt e Amerikës nga Shqipëria, edhe tek protesta bëhet kjo gjë. Sepse nuk i kemi zgjitur ende problemet me veten. Ne duhet ta duam vendin tonë. Pse themi në Amerika? Ose gjithmonë shikosh prirje e natyrës njerëzore që të mos e kërkoj kur gabimin të vetja. Ose të punoj me veten, ose të si u tha njëherë ky presidenti që e vran Kennedy, mos pyet çfarë bën shteti për ty, po çfarë bën ti për shtetin. Do thënë, duam ne shqiptarët njëri tjetrin. A i nderojmë, a i vlerësojmë, a i mbrojmë interesat, jo vetëm tonat, por dhe interesat e tjerëve. Se kur bie flaka në oborin në shtëpinë e fqinjit, mos harro se shumë shpejt vjen dhe në shtëpinë tënde. A i duam ne? Jo. Prandaj ndodhin këto gjëra. Pastaj ky është një plan që kjo klasë politike e ka zbatuar me shumë përpikëri për 36 vjet. Nëse do ishin ngritur shqiptarë, do ishin ngritur që atëherë. U mbyllën uzinat, fabrikat në vitin 1992. Çdo gjë u rrafshua, ca thonë jo teknologji e vjetër, mirë teknologji e vjetër, po atëherë si ka mundësi që Maqedonia, Vajti dhe Bleu, të gjitha këto pajisjet, makineritë e kombinati pra tekstileshit, nëse ato ishin kaq të vjetra, pse i blej Maqedonia? U thave tashti, u mbyll një rafineri e naftës, se Shqipëria më duket ka pasur 3 rafineri nafte. U mbyll e vjetruar teknologji e vjetër, pse e bleu Maqedonia e veriut për 25 milion euro? Maqedonia është përpara nesh. Si ka mundësi? Po pra se kanë popull që reagojnë ata, kanë popull që duan njëri tjetrin, po në gjendja e Maqedonisë është shumë ndryshe nga këtu. Në Maqedoni nuk vdes njëri për Kosova si është shumë më mirë dhe nga ne. Nuk vitet atje si vitet tu. Shiko, është e thjeshtë fare. Ne kemi këto rrugën e kombit që quhet, këto autostrada. Po. Sa ka? Që do ta quaj superstrada. Unë kam bërë disa herë, besoj të gjithë e kanë bërë atë. Po shikon çik cilësinë e punimeve të pjesës tjetër të rrugës kombit nga Prizreni në Prishtinë. E ke parë çfarë cilësie ka? Çfarë cilësie ushqimesh hanë kosovarët? Edhe kjo vërtet. E kanë më të lartë nga ne. Edhe më të lira. Edhe më të lira dhe më të mira. Si veshët e ushqimit. A vuajnë ata karburantët? Në Kosovë më duket është 1600 lekë 1 litër naftë. Këtu është 2000 lekë, si ka mundësi? Po Shqipëria është një Arabi Saudite e Europës, se mbas Norvegjisë, këtu ka naftë shumë të madhe. Si ka mundësi të prodhosh naftë ta kesh më shtrenjtë se sa vendet e rajonit? E di ti se sa u mbasin shqiptarët buxheti i shtetit nga fakti që shqiptarët në këto zona si Korçë, Gradec, ose edhe më tutje shkojnë të se blejnë Maqedoni, ose edhe në Kosovë. E di sa u mbet buxheti i shtetit? 1 milion euro në ditë. Vetëm pse shkojnë që blejnë. Që shkojnë e blejnë atje. Në qarkullonte këtu dhe ti ishin shumë taksa. 1 milion euro në ditë për një muaj me 30 ditë. 30 milion euro. 30 milion euro është një shifër jashtëzakonshme. Kjo është pra. Të goditur nga të gjitha pikpamjet. Me qëllim që shqiptarët largohen, të zbrazin këto troje, të zbrazin, edhe pastaj të vinë të tjerë të banojnë këtu. Shqipëria është një vend me klimë mrekullueshme. Se ti mendon se në momentin që të vinë ata do ndryshojë gjë kjo pjesa e ekonomisë, le të themi, sigurisht, ndërtimit. Do ndryshojë kështu më një herë. Do ndryshojë. Sepse bota mësoria ka tjera plane për Shqipërinë, nuk do më shqiptar, më vjen keq. Pse ku do shkojmë, ku do mbytemi? Po ja pra gjërat janë kështu. Mosadi është përgatitur të hap luftë më një herë. Se më ngeli mendja tek ajo. Tani Greqinë, Serbinë dhe Maqedoninë që duan të destabilizojnë vendin për ta çuar në luftë. Kështu thon ato materiale që ne kemi lexuar. Kjo protesti ka arritur ato, pikësynime. Ka ikur kjo klasë politike që e degradoi Shqipërinë, e degeneroi, na ka bërë të flasim me veten, që s'do marrim as pension, do ka ta ndisemi si mos më keq. A ka, ti e shikon vetë, të tjerëve u hapen tuajve dyert. A quhet ata një njerëz që ikën nga Shqipëria në këto momente, Klodian? Nuk e di. Këtu janë, shiko, këta i kanë marrë masat në një mënyrë të tillë që këtu do s'do duhet ikesh. Këtu edhe ajo shpresë që ishte ajo protesta, menduam se po ja që gjërat nuk ishin kështu. Gjërat nuk ishin kështu. Mesazhi i fund për atë tek shkrimi. Jo, ky është një, domethënë është një shkrim që tregon gjendja se si ka qenë Shqipëria në vitin
1534. Atëherë thot, Epiri, një krajinë e Evropës, ka një gjatësi prej 300 kalorimesh nga lindja në perëndim. Ai kufizohet në veri me Maqedoninë, në lindje me Ahajën, deri në lumin Akello dhe në perëndim me detin Jon. Një shkrimtar shkruan për këtë rajon se përfshinte rreth 24 popuj, ka tokë të begat dhe pjellore për gjatë Bregdetit dhe dikur kishte shumë qytete dhe kalat fortifikuara. Por krajina u shkatrua si pasojë një kryengritje të këtyre popujve kundër romakëve dhe siç vëren Polibi, 70 qytete epirote u shkatruan dhe u fshin nga sipërfaqja nga Emili Pauli me urdhër të perandorit pas disfatës maqedonase dhe mbretit persis. Nga këto qytete 150.000 njerëz u shitën në skllavëri të përhershme. Aty ndodhet një mal i quajtur Tomarur, Tomori, i pasur me ujë dhe me 100 burime. Në rrethinat e Epirit ndodhen shumë krajina të tjera të bukura si Albania, Shqipëria, Iliria, Kroacia, Nistria, Istria dhe Karmia Gvarneri. Tani, Shqipëria një provincë e fuqishme e Europës. Njerëzit në Shqipëri lindin me flokë të bardhë, pasi është një krajinë e ftohtë që ballafaqohet me Azinë. Kjo tokë ka qenë aq e madhe, ka qenë aq të mëdhenj ndacak sa janë në gjendje të sulmojnë dhe të vrasin demat e egër dhe elefant. Për këto lexote Plini, libri 8 dhe Isodori, libri 9. Këta njerëz kanë sy shumë ngjyrë të shndritshëm, ashtu që shohin më mirë natën se sa ditën. Solimi i shmahnitur nga kjo, Shqipëria ishte pak a shumë pjesë e Maqedonisë dhe i përkiste asaj. Brenda saj ndodhen qytetet e famshme të Didrakiumit, Durrësit dhe Apolonisë. Gjuha e këtij populli nuk kuptohet as nga grekët, as nga vendet e slavët. Në lindje shtrihet deri në perëndim, ndodhet Iberia, është një krajinë malore dhe banorët e saj dikur ishin barinj, ishin njerëz të thjeshtë saqë nuk dinin ç'ishte paraja. Nuk dinin të numëronin më shumë se 100, rrinin të mbyllur mes vetes, nuk kishin njohuri për peshë apo masa dhe nuk dinin të punonin fare tokën, ishin të përgatitur vetëm për luftë dhe adhuronin diellin dhe hënën. Kjo tokë ka gjarpërinë të mëdhenj, akrepa dhe merimanga vdekjeprurse. Straboni thotë se ata kishin 26 gjuhë. Fillimisht u nështruan nga persët, pastaj nga maqedonasit dhe më pas nga romakët në kohën e Trajanit. Sot është pushtuar nga turqit. Iliria, një tokë e vendeve slave. Pas rajonit të Shqipërisë të shtrihen popujt ilir në perëndim dhe në veri. Ne tani i quajmë ato vende slav, disa i quajnë bosnjak, disa dalmat, disa nistrian, disa kroat dhe disa krajan kamolian. Bosnjakët ndodhen në brendësi drejt Hungarisë në veri. Të tjerë të vendosur përgjatë Bregdetit shtrihen dhe te burimet e Timanit. Kjo krajinë e konsideron herezinë manikeane si pjesë të krishterimit, domethënë për ta çdo gjë varet nga origjina. E mira vjen nga e mira dhe e keqja nga e keqja. Ata nuk e pranojnë autoritetin e kishës romake. Nuk e pranojnë Krishtin si të njëjtë me atin dhe ndonse janë të pavarur e konsiderojnë veten krishterë. Manastiret e tyre ndodhen në vende të largta dhe toka të shkreta. Nëse një grua së muret është zakon që ajo të shkojë te këta burra të shenjtë të premtojë se do të shërbej kur shërohet, qëndron me ta për një vit në bashkësinë monastike së bashku me burrin e saj i cili gjithashtu i shërben Zotit. Këto rajone nuk kanë armë dhe nuk mund të mposhten nga anatema. Për Ilirin shih Plini, libri 3, kreu 21. Dalmacia, Slavonia. Pra, kjo është gjendja mjerisht. Unë nuk më intereson nga Masianës. Ti njëri që kërkon lexon merr. Por unë këto protesta i shikoj kështu. Edhe ajo Albanian Files. Ky shkrimi. Pa pra shpërpambetja jonë mjerisht. Që ne ka shkaktuar edhe të tjerë, sepse Shqipëria ka qenë arenë luftrash dhe dihet ku ka luftë, nuk ka zhvillim. Nuk ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Shqiptarët më shumë kanë vënë jashtë se sa këtu. Ne duhet japim për këtë vend. Por mjerisht nuk mundemi të japim. Nuk na lejojnë të japim. Ja, ne po flasim, por çfarë po ndodh me protestën? Na marrin për njerëz për njerëz shitur. Unë? Shumë thonë edhe mua, vetëm të shan këto marrëzira. Unë jam kundër gjithë këtyre, sepse kjo klasë politike njëherë nuk erdhi vetvetiu. Kjo klasë politike ishte u shit edhe vetëm, shit edhe mua, po ke shit edhe mua. Unë flas për veten. Ç'është çmimi i shitit ta di edhe shit. Unë jam një njeri pa punë, që mundohem të jetoj me përkthimet e mia. Jam njeri që s'kam pension, që e di që s'kam për të marrë kurrë pension, se këta do ta çojnë 72 vjeç dhe deri në atë moshë nuk ka njeri që të punoj. Jam njeri që marr informacione dhe i tregoj, them
Ja këtu po përcjell një informacion që e ka thënë dikush i cili është studius i vërtet, unë jam një diletant. Ai ka thënë këtë, përveç se tha janë miratuar gjithë këto zonat që do merret gjithë Bregdeti, edhe pjesa tjetër e Shqipërisë, por tha nuk e dim tha a jemi pronar të shtëpive tona. Ja unë po përcjell atë që tha ai. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Pak më herë thë që këto që janë protestat ndoshta nuk i dinë gjithë këto informacione. Dhe s'duan t'i dinë këto plane. Po Rama e këta tjerë që janë drejtues të partive ose të qeverisë ose opozitës, a mendon se edhe këta nuk i dinë këto informacione? Kush ata nuk i dinë? Janë vete. Po i dinë ata shumë mirë. U shton plani atyre. U shton Ramës plani këtu direkt. Ka me protokolle. Do vish këtu, po do bësh këtë të sillin pushtet, po do bësh këtë që themi ne. Dhe dal nga dal. Ai e bën me zëv mall me kënaqësi atë gjë, po është i detyruar. Si është kështu? Vetë si dhe analizë. Ka një diçka që po futen atë valle nuk del dot. Hedh një groshe në valle, hedh një mjes del dot pastaj. Do bësh si thon ata, përndryshe. U Kledian, ne bëjmë këto bisedat, ata protestat e bëjnë ato të vetëm. Çfarë qëllimi ka kjo biseda që bëjmë ne? Këto informacione që japim ne. A mendon se mund ndryshoj diçka nga ato siç ka bëjmë ne? Ne japim informacion. Sikur edhe 5%, 10% të na besojnë, është mirë të paktën të armatosen njerëzit me dije, edhe të dinë si të veprojnë, sepse populli thot këtë, i paralajmëruari, i fituari. Të paktën të marrim masa ne të tjerët që duam të besojmë. Të tjerët pastaj që kanë interes të ndjekin mainstreamin, do më thënë mediat në përgjithësi, se nga këto vetëm e vërteta nuk merret dot vesh, të vazhdojnë. Mjerisht, ne themi këtë, e dim që të paktën mua që kam parë në YouTube që i hedhi këto intervistat e mia, më kam bërë, nuk e di, më kam vënë lloj-lloj damkash që unë nuk i kam, që jam njeri i ndershëm, po jam njeri që them unë mendoj kështu. Të paktën për këtë protestë, ose për dosjet shqiptare, Albanian Files, çfarë janë ato? Për çfarë janë ato? Atë do dalim herën tjetër. Jo, s'ka një gjë të madhe, jo. Ajo është pronësimi i krejt shqiptarëve. Janë 7-8 familje të cilat vendosin kush duhet të jetojë në Shqipëri, kush duhet hik, si duhet ndërtuar pallatet dhe të gjithë pronat e shqiptarëve duhet të kalojnë atyre. Është i ka sionizmi, të kuptojmë se ata nuk bëjnë dot pa sionizmin. Janë shërptor. Ne nuk dim shumë gjëra shumë projekte që kanë kaluar. Unë di them vetëm të që për këto 2 muaj në këtë protest kanë kaluar projekte që Shqipëria nuk është më e shqiptarëve. Nuk është më e shqiptarëve, pik. Dhe këtë nuk e them unë jam thjesht një papagall, një përsëritës, kështu mjeran. Ka tjerë që janë shumë të zgjuar nga unë dhe thonë, kanë kaluar projektet në mënyrë të fshehura në parlament. Pse? Se janë dhënë miliarda euro dhe ku jepen para nuk pranojnë ata t'u kthesh. Tani Izraeli kërkon mallin se s'po e merr, ka dhënë mbi 6 miliardë euro. Kërkon mallin, ato mall do dinë si ta marrin ata. Të falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë mesazhet që ke përcjellë. Të falenderoj edhe unë për ftesën, edhe uroj megjithëse e di që thënies vërtetës shkaktojnë gjithmonë probleme, uroj të paktën që të më kursejnë nga anatemimet, nga damkusjet, po e vërteta kjo është të na dëgjojnë dëgjuesit edhe përgjuesit, që i ka me shumicë ky vend. Dëgjojnë edhe mbani shërim. Ju përshëndesim dhe uroj që të shërbejmë mirë, për aq pak sa duan dhe kanë interes për të kuptuar se çka po ndodh realisht në të vërtetë. Ju përshëndes.